Shohim interiorin. Tash normalisht to janë frameless edhe janë doppio jump, pa hegër lart. Është me qepje, të qepjen e kuqet bukur këtu. Bokset Bang & Olufsen, po nuk ka 3D-n. Këtë pjesën këtu e ka Alcantara. E kemi RS8 me masazh, sedilet elektrike me lumbar support normal. Është me këto romba këtu RS, shumë e bukur. Rimesën e ka karbon, timonin e ka komplet Alcantara, lart është me qepje, edhe pjesën aty me qepje, edhe këta jashtë Alcantara tavani komplet. I mungoj vetëm të bokset 3D këtu, edhe mirë, nuk i ka vu as kineze, si s'ke që do, kurse ka, me head-up display, tavani panoramik lart, sendilet shumë bukura, komplet rimesa e karbon, edhe tu karbon është i dry, karbon i thatë, jo me shkëlqim, jo gloss. Timoni ka qenë opsional, nuk është standard që Alcantara, se kjo ka opsione. Edhe pse është makinë që fillon nga çmim shumë i lartë, prap opsionet i ke shtesë, me pedal shifters, kamen ZF 8 marshe, tu frenat e dorës, auto holdi, sedilet ngroje ftoje, ka dhe këte që nxjerr aromë të erventat. Tu kontrollo klimën gjonat, ke gjithë këto gjonat e tjera pastaj këtu. Shqyqyr ke edhe këtë shortcut për muzikën këtu, e ke edhe timoni. Start stopi, tu ke pastaj këto drive select me zgjedh sport plus dynamic auto comfort all road që ka këtë gjithë të tjerat, kamerat 360 gradë, të janë të sistemet e sigurisë të kjo tjetra. Si interior është i mirë, funksional, nuk jam super fan si modhi këtyne, po prap të mirë janë, ndoshta mësohesh me kalimin e kohës, se i gjenë, po unë kam qef që ca gjonat i kesh butonat, pak në kryesore, të më fut menu për çdo gjë, po besoj mësohesh edhe me këte. Tash si po shko koha që po i bëjnë akoma më të mëdhej, prap më mirë është kjo.